që aplikohen kundër të akuzuarve, po edhe të dënuarve. Mos harrojmë, zoti Nasim Haradinaj ka qenë i dënuar kur nuk është leju me ardhë në varrimin e vllajit e tij, që është një rrethon krejtësisht tjetër në raport me këta që janë të akuzuar dhe procesi ende është në... Bie s'ka të bëjë me ndikimin dëshmitar. Absolutisht që nuk ka të bëjë me ndikim në dëshmitar, derisa zoti Haradinaj ka qenë i dënuar dhe ishte vetëm në vitin e fundit kur ai edhe u lirua, domethënë lirim të parakohshëm. Sidoqoftë, kjo duhet trajtohet krejtësisht në kuadër të drejtave të njeriut. Kosova vullnetarisht ka apliku, pra ka marrë Konventin Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila ka autoritet mbi Kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe ne i nënshtrohemi kësaj konvente dhe i nënshtrohemi vendimeve të Gjykatës Evropiane për drejtat njeriut. Në Europë ka pasur raste të ngjashme dhe Gjykata Evropiane ka vendosur në rastet e tilla. Rasti më i njohur është në i vitit 2002, rasti quhet është Polanski kundër Polonisë, kur autoritetet e drejtësisë e Polonisë nuk e lejuan një person të marrë pjesë në varrimin në NST, dhe rasti shkoi në gjykatë, dhe gjykata konstatoi që Polonia ka shkelur nenin 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Pra është konventa 8 ajo e cila aplikohet në këto raste. Po këto i di gjykata në hak? Sigurisht që i din. Dhe tash, prej këtij vendimi, ka pasur një vendim tjetër të ngjashëm në 2024, prej këtij vendimi që është marrë në 2002-ën, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut dhe neni 8 thotë që drejtësia duhet sigurohet që mos ju shkelen të drejtat të paraburgosëve ose të dënuarve, por edhe që duhet sigurohet që të akuzuarit apo të dënuarit të mos paraqesin rrezik për sigurinë publike dhe të mos arratisen. Pra këto dy faktorë ata i theksojnë më së shumti në këto raste. Megjithatë ajo gjykata apo edhe konventa u let të drejtën se cilit rast shtet veç e veç me vendos në bazë të rrethonave të caktuara. Dhe fakti që gjykata thot se cili rast veç e veç duhet trajtohet, kjo nënkupton se se cili rasti të akuzuarve në hak do të duhet të trajtohej veç e veç dhe ndryshe dhe mos merreshin vendime shabllon. Çka ndodh në Evropë në raste të ngjashme? Kur të akuzuarit apo të dënuarit kanë peshë si për nga vepra, si për nga autoriteti, apo rrethonat e tjera, apo nuk ka raste sikur i zotit Thaçi kërkon në Evropë, pra është rast unik, atëherë gjykata merr vendim që i akuzuari, i dënuari lirohet të përshëndetet me familjarin e tij, por në shumicën e rasteve kjo ndodh në morg apo në një ambient krejtësisht privat. Pra po është i mbyllur dhe nuk ka kontakt me të tjerë. Sakt, po jo në shumicën e rasteve dhe pjesëmarrja në ceremoni të varrimit apo në akademi përkujtimore apo në të tilla raste, sepse ka të bëj me ta zonë me Hashim Thaçin. Hashim Thaçi këto javë të fundit po tregon që ka një autoritet të jashtëzakonshëm në rritje për shumë arsye, për shumë rrethona, që mendoj që autoritet në rritje. Në rritje, që mendoj që është i krahasueshëm me autoritetin e Hashim Thaçit në 2008 kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Pra dhe ky autoritet në rritje i zotit Thaçi natyrisht do duhet të trajtohej me profesionalizëm të jashtëzakonshëm, do duhet të trajtohej me ndjeshmëri të madhe, që të pëshoheshin të gjitha rrethonat që zoti Thaçi ti mundsohej përshëndetja e fundit me baban e tij të ndjerë, të mos shkelej Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, po edhe të mos scenohej në ndonjë formë, mos qohej ndonjë mesazh qoftë të dëshmitarët të cilët veç ka përfundu tash, dhe procesit e vazhdonte në mënyrë normale, pra pa ndonjë problem të caktuar. Duke jo vetëm tash, po prej fillimit
ecërin e gjykimit, po dhe të vendimeve të kësaj gjykate, atëherë kjo që ka ndodhë sot, dje nuk më çudit, absolutisht nuk më çudit fare. Na ka dhënë provat i mjaftueshme kjo gjykatë, që nuk i respekton të drejtat e njerëzit. Dhe hallin unë prej fillimi e kam pas për shkeljen e të drejtave elementare të njerëzit, për çka shteti i Kosovës nuk ka bërë kurrë. Bilen e shumë raste shteti i Kosovës ka qenë në anën e gjykatës, mos me thonë edhe të prokurorisë, kundër të... Në anën e prokurorisë? Po, sigurisht që po. Ka qenë në anën... Cilat veprime? Që ta... Nëse merr vendim shteti me ja u kufizu mbështetjen financiare të akuzuarve, dhe ata në këtë mënyrë nuk gëzojnë mundësinë e barabartë me prokurorin për të mbrojtë, pra kanë kufizime buxhetore, kjo i bie si mas meje që shteti është në anën e prokurorisë. Sepse ne kemi një ligj, këtë ligj e ka nxjerrë Kuvendi i Kosovës. Krahas ligjit për dhomat e specializuar është nxjerrë edhe ligji për mbrojtjen juridike, mbështetjen juridike. Këtë ligj e ka votu Kuvendi i Kosovës, e kanë votu deputetë e Kuvendit të Kosovës, të cilin do duhet secila qeveri pa përjashtim, kushdo qoftë ajo, ta zbatonte. Dhe në rastin konkret, me ardhjen e qeverisë Kurti ka pas kufizime të financave, që si mas me bie që këta janë rreshtuar në anën e prokurorisë, duke ju shkaktuar vështirësi në mbrojtje. Mos harrojmë në procedura penale, sikurse është ky në Hagë që po zhvillohet. Mendoj që ekipet mbrojtëse do duhet kishin ekipe